Mirë, unë po kam qef me i dëgju nga goja jote disa nga momentet, kontributet të cilat ju i keni bërë. Si ka qenë reagimi më pas qofti i policisë, qofti i zjarfekësve, i të tjerëve, kur kam parë që në mënyrë humane ju ndihmoni tjerët? Është shumë interesante se edhe gjatë Covidit ka qenë gjendja shumë e vështirë. Nuk është i sot për shembull. Në atë kohë nuk kemi pas drejt as qef dyqane, as mbyll çdo gjë ka qenë. Vetëm kemi pas mundësi për dhënë ushimin, merr edhe shkon në shtëpi. Kupton? Mos me as ushime me servon nana as kur gjë. Edhe gjithmonë kur i kemi ndonjë dim tyne janë me vërtet befasu se këtu jo veç na si shqiptar, po shumë dyqane private që japin ndihma, që i furnizojnë policinë, zjarfiksa, çdo gjë. Është një gjë e çuditshme se kur vim na vim si shqiptar çdo kujt që kemi ndihmu, pa marrë parasysh kush ka qenë. Ja kemi cakor derën, kemi shkuar deri, kemi qushim. Po edhe një ka gjotur bo këtu ndaj prej shqiptarëve, prej amerikanëve, prej çdo gjë. Po rreth ku jetojmë na kemi fituar një besim jo vetëm amerikan, po edhe të shqiptar që më të vërtet shumë respekt për ndihma që i bëjmë ne. Janë është gjë e pabesueshme mi thon dikujt që thotë po pse? Arsyeja pse? Ajo pseja. Pseja se na vim për një vendit që thënë varfër, ne kemi qenë një vend që me të vërtet i furnizuar me çdo gjë. Edhe tash kur ja çon aty policia ai ka punu 12 orë. Ai nuk ka kohë për shkuar tul me familjen me hongër dreka, dorka, pa marrë parasysh. Po ja ke çu ushimin në nxehtë, kanë rënë, ka falendruar jo një herë, po 100 herë.